Pse bëhet heqja e tithakut? Tithakët, nga vetë fjala pra thithës ose dikush i thot deknukse, kanë aftësinë që të thithin shumë lëndë ushqyese, në krahasim me degët tjera dhe vegetacionin tjetër që ka çdo kulturë ose çdo pemë. Atëherë, duke qenë të tillë, ato çfarë bëjnë? E minimizojnë rritjen dhe zhvillimin në përgjithësi të pemës, por njëkohësisht në udhishtet që janë në prodhim, atëherë gjithë kjo sasi e lëndë ushqyese do të shkonte për kokën, që do të rriste prodhimin, sasinë dhe cilësinë, do të shkojë në D, ose do të shkojë, si thuaç, do ta shkojë kot. Do ta humbasë ta lëndë. Kur duhen hequr? Si rregull, ne rekomandojmë që të punojnë 2 deri në 3 ndërhyrje. Por momenti më kryesor është tani, sepse tani në kultura kemi edhe rënien fiziologjike të kokës, që është natyrale pra, si thua pema mendon për sasinë e prodhimit që ka dhe sa duhet mbajë, kështu që një pjesë të kokës të lëson. Mirë, por kjo quhet rënie fiziologjike ose natyrshme, por ka raste që pema është në stres për lëndë ushqyese, për ujë dhe për faktorë tjerë. Atëherë në këtë rast do të domosdoshme heqja këtyre tithakëve, me qëllim si pemën mos ta stresojmë nga ana e lëndës ushqyese. Pra, ja heqim këto, me qëllim që gjithë asimilatët nga pjesa tjetër e vegetacionit ti shkojë kokës dhe cilësisë së tij. Kur duhet hequr, si thon? Pra duhet hequr tithakët të jenë sa më të rinj. Pse? Janë 2 arsye kryesore. E para herë mund të hiqet shumë lehtë me dorë, pa që nevojë të përdorit as gërshërë, ja, shikoj, hiqet shumë lehtë me dorë, po edhe pllakët nuk janë shumë të mirë. Një faktor tjetër që duhet heq në këtë kohë është sepse të duke rritur marrë sasi lëndës ushqyese. Dhe në gjatë heqjes s'bëjmë gjë tjetër vetëm se heqim një pjesë energjisë, një pjesë të lëndës ushqyese që bima e ka përdorur për rritjen e këtyre. Atëherë ne duke hequr në këtë kohë, pjesa e lëndës ushqyese tani e mbrapa nuk do t'i shkojë më thithakut, pra në dëm si thuaç të prodhimit, por do t'i shkojë pjesë vegetative dhe koka. Tham që heqja e tithakut mund të bëhet me dorë ose mund të përdorim edhe gërshërët e krasitjes. Në rast kur kemi drynzin dhe është forcuar tithaku, si rasti i këtij, atëherë ne përdorim gërshërë. Që të gjitha heqim, do të kemi parasysh edhe një gjë. Përveç tithakëve, tek një pjesë e udhërishteve të reja, mund të kemi edhe fundar që dalin nga fundi. Edhe në këtë rast, prap, gjatë këtij procesi ne do të bëjmë pastrimin e në rast se kemi fundar, do të bëjmë pastrimin edhe të fundar. Zakonisht shpërtimi i tithakëve është shumë i madh në ato raste kur krahasitë dimërore nuk mund të shpërtehen, ose kur jemi detyruar që të bëjmë ndërhyrje shumë të thellë. Në këtë raste kemi shumë shpërtim të tithakut. Kurse gjatë krahasitjes dimërore kemi ruajtur balancën në masë vegetative dhe sistemin rrënjor, atëherë edhe shpërtimi do të jetë shumë. Pasysh, siç e tham, siç e përmendëm edhe tek kulliri tjetër, do të fillojmë nga poshtë, ta kontrollojmë nga fillimi pra kapos ka fundar dhe pastaj vazhdojmë me procesin e heqjes së tithakëve. Ja rasti konkret, është i vdekje. Nuk është në pozicionin e duhur, të tithakët që kanë shpërthyer këtu. I heqim. Po, mund bëjmë edhe se gjatë krahasitjes dimërore mund të kemi lënë dek se kemi gjykuar që mund të jenë të përshtatshme, por tani që e shohim që është mbushur si pemë, mund të heqim edhe ndaj dek që është lënë. Gjatë krahasitjes dimërore. Ja, siç e tha. Këtë tithakun mendoj ta lejmë me qëllim që si tu shkurora pra na ka marrë nga brenda që ta nxjerrim jashtë, të tryejmë degët bashkë, është e mira, po këtë tithakun do ta lej që ta zgjerojmë ullirin në krahun që ka poshtë. Ja, si shikojmë te kjo pemë pra, zhvillimin e kemi më të bën në krahun verior se sa në krahun jugor. Atëherë për ta balancuar, u them që ky tithaku të jetë i qëndrueshëm dhe të na vesi si zëvendësues. I bëjmë një fakt sundimit majës, me qëllim që mos ta vazhdojë rritjen më tej, dhe kaq. Pra, to menuam të trajtojmë sot dhe
në videot ose në demonstrimet e ardhshme ne do të flasim edhe për proceset e tjera, po edhe te kulturët e tjera.